Të njëjtën më 11 dhjetor, Parlamenti do të votojë për të zgjedhur një nga 6 kandidatët për avokat populli. Vetëm kandidati që do të marrë 84 vota ose më shumë në parlament, mes Endri Shabanit, Adriana Kalas, Besim Drejgjonit, Tartar Bazajt, Arjanita Braha dhe Skander Halucit, do të zëvendësoj Erinda Ballancën, e cila qëndron prej 3 vitesh pasi ka përfunduar mandati i rregullt për shkak se Parlamenti ka dështuar ta zëvendësoj. Kandidatët që kanë arritur të mbledhin 28 firma deputetësh janë zonja Adriana Kalaja, zonja Aranita Brahaj, zoti Besim Drejgjoni, zoti Endrit Shabani, zoti Skënder Haluci dhe zoti Tartar Bazaj. Kandidati Dardan Mostafaj ka depozituar kandidaturën e tij me 38 deputet, por i ka depozituar jashtë afatit përcaktuar nga komisioni. Kandidati Ajola Hysaj rezulton që nuk ka arritur të marrë numrin e mjaftueshëm për 28 deputetësh, por ka ngelur në 27 firma deputetësh. Opozita është tërhequr nga procesi i zgjedhjes së avokatit të popullit dhe do të bojkotojë votimin e të njëjtës. Ndërkohë në emër të PD-s, në Komisionin e Ligjeve, deputeti Gen Strazimiri kërkoi që ky komision të mos dërgonte asnjë emër në parlament, pasi opozita ka tërhequr në blok firmat për mbështetësit. Argumenti që përdori Strazimiri ishte një rekomandim i mëparshëm i Manjës se deputetët nuk mund të firmosin për të mbështetur më shumë se sa një kandidat. Depozituar në Kuvendin e Shqipërisë një akt nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, ku të gjithë deputetët kanë nënshkruar që të tërheqin mbështetjen për secilin prej kandidatëve, të gjithë nga i pari tek i fundit, në garë për avokatin e popullit. Nuk është firma ime, Kur e ke tërheq? Kamora? Firmën. Si gjithë grupi parlamentar. Jo, më mbas datës 2 dhjetor. Jo më ursi, jo. Mbas datës 2 dhjetor. Jo. Shpërqendrimi i Partisë Demokratike dhe mungesa e unifikimit të qendrimit të grupit ra në sy edhe për këtë proces, kur ish prokurori Arjan Doja, deputet i PD-s, rrëzoi argumentin e kolegut të tij të djathtë. Vetëm një nen në rregulloren e Kuvendit të Shqipërisë, i cili është akt i cili parashikohet në Kushtetutë neni 75, vetëm neni 6 i rregullores që parashikon që kandidatët të cilët përcaktohen nominalisht, siç është presidenti i Republikës, mundet që të propozohen vetëm nga një deputet. Pra një deputet ka të drejtën propozimit vetëm një kandidati për kryetarin e kuvendit. Dhe është neni 6 i rregullores. Po i marr me radhë. Në këto kushte, deputetët kanë drejtë që për mbështetjen e kandidaturave nominale për institucionet të pavarura kushtetuese kanë të drejtën të nënshkruajnë për çdo kandidat. Pra deri në këtë pikë gjithë kandidatët ta gjojnë, kush më ka ardhur, unë ja kam nënshkruar. Për në seancën plenare nuk u kalua sekretarja për marrëdhënien me publikun në Partinë Demokratike Jola Hysi, pasi kjo e fundit nuk ishte marrë 28 firma, por 27, ndërkohë i preferuar i mazhorancës është kandidati Endri Shabani.